Unë jam non vetë ushqyse, e jam vesh me fëmijën, shumë e vështirë kujdesesh për një fëmijë dhe ti marrësh 2 role prinërore për fëmijën, s'shkan. E më e mirë është për fëmijë bile me bazë divorce. Unë mendoj që i them djalit tem jemi rrit të dytë bashkë, ai më ka rrit mua në kum rrit ato, edhe kështu që jam shumë e lumtur. Faleminderit Zotit çdo ditë i them pse ne kam djalin në shtëpi. Jetoj edhe frymëzoj për to. Në qoftë se është nevojë edhe me sakrifiku veten, bën e bre për hir të fëmijëve se ja vlen. Shëndetje. Mirë faleminderit. Mirë faleminderit. Me çka merrni? Merrem gjitha në ond nga pak, po ma shumë e grim, artiste të në ond. Make-up. Po make-up artiste. Duket edhe shumica femrave kanë zgjedhur këtë profesion. Po mendoj që po kanë edhe profesionet e tjera, nuk është që të merren vetëm me make-up. Patjetër që kanë edhe opsionet e tjera që muj më marr. Sa vite këtë profesion e zhvillon? Nuk është shumë që e zhvilloj, po ka pas kohë kështu. Nuk është që kam ndaj sallon temë nëse biznes ose punoj për një biznes, po e zhvilloj kështu ka pas kohë. Mira make-up? Po si jo, patjetër. Që ka parë në Kosovë është make-up. Po s'po bujna kur gjona pa make-up mo. Çka po bujna gjë është make-upi për me qitë në fytyrë dhe me dalë. Krejt e kanë me make-up. A e kundër make-upit? Jo, për një femën jo, nuk është. Ato që vish mës me bu tepër, do më thonë me ditë kur me bu, edhe vendin e caktum, edhe kështu jo. A je pro apo kundër intervenime të shumta që janë plastike? Qysh se dëshiron, kush një jetë ratë le ta bën. S'është asnjë gjë. Qysh një jetë ratë, në qoftë se një dikush ratë me bu e bën, në qoftë se s'një jetë ratë mos e bën. Është zgjedhja personale e çdo individit. Femër origjinale pa ndërhyrje apo me intervenime që shpojshojnë? Tash ka po du me thonë te origjinale, në qoftë se del një vajzë dhe një zonjë pa make-up dhe del origjinale, nuk e shikoj. E do në lypin origjinale apo nuk e shikon origjinale në kërkosh. Në qoftë se del pak ma egzagerume me fillera me këtu gjona, krejt sytën ta. Do me thonë, e kërkojnë origjinalin, po se shikojnë origjinalin. E kjo është pak kundërshtim me na femma që bim të moshkuj, në qoftë se del një zonjë e natyrale në rrugë, momenti vish ka ndrysha, pak me kapë, diçka tjetër, krejt sytën ty i kanë. Sa le përshtypje, për dëshiruar. Lutem. Se ka të shumë kemi me intervenime, shumë gra, shumë femra. Tash unë kanë filluar botoksa edhe meshkuj. Vendi për do, na bilim për femna e ka kriju, amo se di moshkuj që budojnë të kë pjesë, pse na ka niki, ne na ka gratë. Nuk e di pse, po mendoj që e kanë bo zgjedhja në vetë. Femër origjinale pa kur farë dhe më thënë intervenimit pas teja? Thjesht vetvetja. Vetvetja është origjinale me të tanat. Qka do që deltë prej vetvetes si s'ki me konë origjinal. Kjo është fikjame. Do në herë pa doshi prej vetës? Në situatat të ndryshme në është po ka njerë duhet, nuk është që jena krejt origjinal vetja, po 99% duhet me konë origjinal, po si origjinal si s'mundesh me konë në asë një gjë tjetër. Jo një familjare? Po pa tjetër, po e kom një djallë 17 vjetë. Po? 17 vjetë? Po? Doken po vjetë kanë kalu. Veç numër? Po pa tjetër. Kom djallin e rritën, është një djallë super i mirë, jam shumë e kënaqur me atë fëmijë, është një super artist. Super artist. Edhe ju krenona me ato që kam. Përveç se është një artist, është edhe një nxënës i mirë, është një djalë shumë i disciplinuar edhe gëzona që kam. E du tepër. Unë jam po them nona më e lumtur në botë që kam atë djalë. Si di, jetoj edhe frymëzoj për to. Çdo ditë në qoftë se unë zgjohna në mëngjes, zgjohna për djalin. Jam shumë e kompletuar me atë fëmijë që kam. Faleminderit Zotit çdo ditë i them pse unë kam atë djalin në shtëpi. Bën të krenos, bën të lumtur? Me sjellje, edukatën që ka, edhe që është një fëmijë shumë i mbarë, përveç që anës artistike s'po du me fut se i ka dho Zoti me konë një talent i tillë, po që ai më bën mu ma të lumtur në botë që fal dashuri çdo ditë për mu. Me kalimin e kohës që dashuria për bashortin fillon të vyshkët kur vinë fëmijët. A është kjo tek ju? Unë jam non vetë ushqyse, e jam vesh me fëmijën, edhe nuk isha dasht me dallu fëmijë edhe kështu, po unë kam dashuri vesh për fëmijën.
Dashuria jam veç për fëmijën ekziston. A ju jeni single më thënë për moment? Patjetër. Sa kohë jeni divorcuar? 12 vjet? Po. Ndodhi kjo divorc? Do një shkaq? Po mendoj që është mundet me qenë pak private, se s'po du me fol për ato, kanë kalu, gjonat jeta vazhdon, për mua është primar që së dhe kam fëmijën, jetoj për fëmijën tam, edhe ajo që më e mirë, atë mirave që ma ka thë zotin një djallë shumë mrekullu shumë bre, kjo është, kjo mrekullia, nana jetovish për fëmijën. Në raste të tilla, është shpëtim divorci. Si? A është shpëtim në raste të tilla divorci? S'po di, nuk di që atë thëmë për kitë pjesë, po që di me thonë që mendoj që kritë nana që i ka fëmijët janë nanat e lumtura. Për atë pjesë nuk di që atë thëmë, njeri e shef, barë për që kjo është individuale që e shef vetën, edhe ku e gjinë vetën, unë e kum gjetë vetën jashtëzakonisht shumë mirë, edhe jam shumë e lumtur, jam shumë e plotësuar, jam nana më e lumtura në botë, edhe kjo është për mua që unë sot jam këtu ku jam me fëmijën tam. Është vështirë si e divorcuar të rritesh? Po. Nuk është as pak e lehtë, po që u konë shumë e vështirë kujdesesh për një fëmijë dhe ti marrësh dy rolet njëjtën kohë, dy rolet prindërore për fëmijën, u konë shumë e vështirë, po ja ku më dalë me shumë sakrifica dhe sot jemi këtu ku jemi. Sot jemi dy persona jashtëzakonisht. Do të thonë, unë mendoj që i thom djalit tem jemi rritë të dy bashkë. Ai më ka rritë mua, ne ku më rrit ato, edhe kështu që jam shumë e lumtur. Ish bori kujdes? Jo. Jo, s'kena kontakt. Me fëmijën tako? Jo. Ka dashur vetë? Jo. Se di. E çuditshme i prind, do ta bëni fëmijë, edhe mos kujdes, mos ta shet pak. Nuk e di. Ka kontaktuar asnjëherë? Jo. Ju kërkon me taku? Jo, tash jo. Tash jo. Nëse dikur po, kur ka qenë më i vogël, tash jo. E ke treguar ti? Nuk flas për këtë pjesë, rritet vetë dhe kupto vetë. Nuk du me ndiku jetën e fëmijës në asnjë formë, edhe rritet vetë i kupto sanët vetë i dhe shah sanët vetë. I kum lënë kohës me rrjedhë dhe fëmija mi po sanët vetë. Në momente, kur shkon për hir të fëmijëve, a du sakrifikuar Jo në asnjë mënyrë. S'shkan. E më e mirë është për fëmijë bile me bazë divorce. Shumë ma keq është me kon fëmijët në murit në si familje të depresionume, familje të shkatrume. Ajo është të shkatro fëmijën. Unë mendoj zgjedhja më e mirë u kon që jemi divorcu, edhe po mendoj se sot fëmijave ka këtu të arritura, që ka çmimin artistit pa kufi dhe ka çmime të jashtëzakonshme. Domethënë, jo pse flas, po me fakte që mund të më gjithë çdo kohë atë artist, edhe është fëmia më i lumtur i botë. Domethënë, prej një divorcit kanë dalë gjonat e suksesshme. Ti nuk mundesh me kon një martesë jo të shëndosh për hir të fëmijëve, jo pa, s'ka si, nuk mendoj që duhet me vazhdu. Që disa krah, në raste të tilla nuk guxojnë, domethënë, të tolerojnë dhunën, gjitha domethënë, dhunën psiqike, fizike, domethënë edhe bën parë fëmijëve nuk guxojnë domethënë të raportojnë. I ka shkatru fëmijët e veta me dorë të vet. S'ka, s'lejohen këtu gjona, në asnjë formë. Në asnjë kontakt nuk lejohen dhunat as ti kur gjo. Veç i ke myt fëmijët e tu edhe veten se s'ke fitu kur gjo. Meqenëse të veç po dihen gjanat që po shkojnë, momenti që ti lejon gjanat me dal edhe me i lon fëmijët e tu në atë formë që shkelon. Gjithë me këto gjithë grave një mesazh. Mesazhi jam për gjitha nanat edhe për gjitha gratë. Vendosni qëllasht më e mirë për fëmijët e ju, ama për fëmijët. Në qoftë se është nevojë edhe me sakrifiku veten, bën e bre për hir të fëmijëve se ja vlen. Edhe të njëjtën gjë ku mbu edhe unë për hir të djalit, ku mbu shumë edhe sot jana këtu ku jana. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi shumë që ndajte këto momente, duri më të mira të jetë.